Guten Morgen, Kalimera, mirëmëngjes. Fundjavë të bukur, fundjavë të lezetshme. Nuk ka si të ndodhin ndryshe me Dajën e Astirit, pikërisht unë jam Shpëtim Shefqetysa, 53 vjeç, lindur në qytetin e bukur të Beratit, gazetar, momentalisht emigrant në Gjermani. Por, duke filluar nga muaji qershor dhe në vazhdim, do jemi në kontakt dhe live për çdo aspekt. Dhe do jemi me kolegët tanë nga Athina. Kujdes! Do të flasim për dashurinë, do të flasim për librat, do të flasim për gjithçka që ndodhet në emigrim, por me dy pole të kundërta. Ne i jemi në Gjermani, ju i jeni në Greqi, por ne do ta servirim ëmbël, but, qet dhe korrekt emigrimin. Do të servirim çfarë duhet të bëjmë. Kujdes! Do të kemi të ftuar gjithçka, sportist, politikan, biznesmen të arritur në çdo lloj fushe. Unë ju përshëndes në këto momente. Dhe sot është Bariam, ju përshëndes nga Gjermania, gëzuar Kurban Bariami. Vëllezër dhe motra, dhuroni sa më tepër dashuri. Kalofshit sa më mirë, vetëm për ty miku im, Shpëtim Zinxhiria, një nga miqt dhe një nga kolegët e mi më të mirë. Ne ju përshëndesim nga Monaco.